بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فلندرويم دلادرويم الله نرسوار جل جلاله وتقدست أسماؤه. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla xhelalu dersin e 49 me radhë nga veprat e zemrës, e që neve në dersin e kaluar kemi filluar një vepër të zemrës të reja që është e sabri, e që neve në dersin e kaluar kemi shpjeguar rreth definicionit të sabrit në aspektin gjuhësor dhe në aspektin shariatik, gjithashtu llojet e disa njerëzve sa i përket sabrit. Dërsa sot me lejen e Zotit xhalla wa ala do shikojmë sabrin që Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'anin famlart, Resulullah sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, dhe do shikojmë kushtet e sabrit. Në mënyrë që neve si besimtar të përgatitemi të jemi sabërli në të gjitha sferat e jetës. Të dashur vëllezër, Allahu xhalla wa ala, ashtu siç ka ardhur nga Imam Ahmedi rahmetullah alayhi, na tregon që Allahu xhalla wa ala ka përmend sabrin në Kur'anin famlart në më shumë thuajse 90 vende në Kur'an. Në 90 vende në Kur'anin famlart. Kjo tregon se sa rëndësishme është kjo çështje, për arsye se Allah azza wa jall kur e përmend një çështje shumë, ose neve na tregon që është tetë rëndësishme dhe duhet të kërkojmë kujdes dhe ta veprojmë atë, ose kur e përmend një çështje që është e ndaluar, duhet të marrim mësim dhe ne të ndalemi nga ajo. Çdo send që është i përmendur në Kur'an famlar, më shumë se një herë është tetë rëndësishme, ose për me marrë mësim dhe me praktiku, ose me pas kujdes dhe me undalu. Përmendet xheneti shumë, do të me punu për te. Përmendet xhenemi shumë, do të me urujt prej tij. Përmendet namazi shumë, do të me fal namazin, zeqati, do të me dhanë zeqatin, haxhi, e kështu me radhë. Përmendet imani, përmendet edhe kufri, mosbesimi, do të kemi kujdes. Dhe Allah azza wa jalla përmend sabrin thujse në 90 vende në Kur'an në mënyrë që neve ta praktikojmë atë. Në mënyrë që neve ta praktikojmë dhe sa e rëndësishme është ajo çështje tek Allahu xhalla xhelaluhu te qaddasat asma'u. Për këtë Allah azza wa jall në shumë vende jep urdhër në Kur'an për sabër, jep urdhër, folje urdhërore. Foljet urdhërore ndahen në disa kategori në aspektin fetar, mirë po në këto ajete që Allah azza wa jall i ka cek janë urdhërore, janë obligative. është wajib. Allah azza wa jalla i thot Resulullah, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bën sabër, bën durim, sepse përfundimi i mirë është për besimtarët. Njeriu duhet të bëj sabër, durim në rrugtimin e tij drejt Zotit xhalla xhelaluhu. Pastaj thot wattabi' ma yuha ilayka wasbir. I thot pasojë ato që të zbrit ty Muhammed nga Kur'ani, wasbir, edhe bën sabër, bën durim, sepse kjo rrugë lyp durim, lyp sabër, është rrugë e xhenetit. Rruga për të xheneti ka sfida. Lyp durim, nuk është krejt asfalt e shtruar me rruga. Po ka gropa, ka therra, ka lloj-lloj sfide gjatë jetës tonë në mënyrë që neve ta shfaqmi sabrin, durimin tonë drejt Zotit xhalla xhelaluhu. Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah azza wa jalla thot, bën sabër, sepse Allah azza wa jalla la yudhi'u ajra al-muhsinin. Nuk e humb shpërblimin e veprëmirëve. Nuk e humb. Ama kjo lypse duhet me bë durim. Pa durim s'ka, pa sabër nuk ka selamet. Pa sabër nuk ka selamet. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah ajeti tjetër, bën sabër. Edhe sabri jot të jetë vetëm për Allahun azza wa jalla, për askën tjetër. Mos tjetë për askënd vetëm se për Allahun azza wa jall. Pastaj të fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik.
Wasbir ala ma yaqulun, bën sabër nga ato që thojnë ty o Muhammed dhe besimtarëve. Wasabbih bihamdi rabbik, edhe bën tasbih, përmend Allahun, falendroj Allahun. Do të më bëj sabër ne nga ato që i flasin të tjerët për neve. Ti që shkon në xhami ata thonë ti haxhi, ti vetë xhami po rren, ti s'po punon, wasbir, bën sabër me ta, sa ata si din këtë punë. Nuk i din ata këtë punë. Me i ditë ata punën e namazit, punën e agjerimit, punën e zëqatit, ty bërë i këshin thonë këto fjallë. Po ata e në si fëmijë, me ndjeletjen, meri si me ndjeletjen, shajnë livadë, shtë të publit. Wasbir ala ma yaqulun, bën sabër nga ato që thojnë. Pejgamberi Zotit ka qenë, çka si kanë thonë? Ka thonë i çmendur, ka lujt meq, fallxhor, po don me pas pasuni, po don me mri pozit, po don me pejgamberi Allah. E po ty edhe mu pejgamberi Zotit, njeriu më i dashur i Allahut, ka bë sabër nga ato që i kanë thonë. Edhe ne duhet të bëjmë sabër. Çka do të thonë të tjerët? Ne duhet të bëjmë durim dhe më tregu rrugën e drejtë. Thot Allah Azza pastaj, fasbir inna wa'da Allahi haq. Bën sabër sepse premtimi i Allahut është i vërtetë. Premtimi i Allahut që të ka bërë xhenetin e xhenemit është i vërtetë. Bën sabër këtë rrugë. Mos u lehat gjatë rrugtimit tek Allahu Jalla Jalaluhu. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. I thot Allah Azza wa Jall, bën sabër sikurse që kanë bërë sabër ulul azmi min ar-rusul, pejgamberët më të dalluar. Ulul azmi min ar-rusul janë 5. Është Nuh alayhis salam, është Ibrahimi alayhis salam, është Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam. Pra çta janë ulul azmi min ar-rusul? Pejgamberët më të dalluar. E Allah Azza wa Jall i thot, bën sabër sikurse që kanë bërë edhe shokët e tu më herët o Muhammed. Ibrahimin e kanë hudhë në zjarr, ka bërë sabër. Musa me lexuar historinë e tij, çka ka bërë sabër? Me popullin e vet, guri është qa. Guri, si guri është qa, s'kish mujt me bërë sabër. Isa alayhis salam gjithashtu. Nuhu alayhis salam 900 vite i ka thirrë në fe, 900 vjet i ka thirrë në fe, ka bërë sabër me thirrë në fe. Edhe si kanë besu, gruja vetë si ka besu. Tasha me thonë që Nuhu ju ka nga bima? Jo. Allah Azza wa Jalla thot, wasbir kama sabara ulul azmi, fasbir, bën sabër sikurse që kanë bërë këta pejgamberë të cilët kanë qenë para teje, edhe ne duhet me bë sabër në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse Allah Azza wa Jalla e lyp prej besimtarit që të jem të tillë. Pastaj Allah Azza wa Jalla thot, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum. Bën sabër me ata të cilët i lutën Zotit të tyre. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Duke pas shpresë, duke pas frikë. Allah Azza wa Jalla këtë ajet ja ka zbrit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë shumë popullin e vet parin e lartë politike të asaj kohe i ka thirrë fe. Edhe për një moment sikurse i kalon, po si kalon anash Abdullah ibn Ummi Mektumin, ka qenë i vepër, Abdullah ibn Mas'udin. Ata i kanë thonë qërë na me orë në xhami vina, amo du të me hekë qita se këta e në fukara, Bilali është i zi, së mujnë na menajnë saf me ta, sigur do patriota që i kena na në thojës, dhe se më patriota, po shkoj ke filan në Rome në xhami, së shkoj jone, se i vjen era dhe me kaj, qaq parfumegji është taj që si të vjen një Rome, këtu së bënd në orë në xhami. Bilali ka qenë i zi, Abdullah ibn Ummi Mektumi ka qenë i verbër, Abdullah ibn Mas'udi ka qenë çoban i deleve, ka qenë i safit parë. E Allah Azza wa Jalla i thotë, wasbir, ti mi qëta bë sabër aftën, qëta janë duhurit, leja ta aftën, lej, mësë mërë me ta se, ata xhenemin sigur të kanë aftën. Se kanë jetë me të besu, ata në xhenemin sigur të me të kam. Ti mërë me qëta safit parë, safit dy, qëta xhamis që po të vinë, xhami me qëta mërë, bon sabër ndaj tyre, bon sabër ndaj tyre, ndaj Abdullah ibn Ummi Mektumit i verbër, ndaj ati që është i vafën, ndaj ati që është i zi, s'ka nevojë ti me bë dallime me ngjyra. Sepse dini Zotit, feja Zotit do fe internacionale, s'është fe nacionale e dikujt. Islami thret në vlera, nuk e dallon njeriu në bazë të peshës, bazë të ngjyrës, bazë të pamjes, bazë të gjuhës. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Me i miri për ju tek Allah Azza wa Jalla është ai i cili më i devotshëm
ai I cili është me I devotshëm, pa marr parasysh se kush është edhe tek është. E Allah Azza wa Jalla thot ti bën me çta sabër, bën durim me çta xhamis. Edhe një që na shpesh na thojnë neve, valla, filani po vjen në xhami unë zvet, me që filani që po vjen në xhami, ai u koni keqe, është njëri keqe, e unë jam I mirë, zemra e ka mirë, unë spërzina me ata të këqij, domethënë ai dën në mënyrën direkte, domethënë që çfarë shkojnë në xhami janë të këqij. Pse? Se unë s'kam nevojë, se unë s'kam bë keq, dhe me këtë vetë çaj që bën keq do të më shkoj në xhami. Kjo është tipike e njerëzve të smut mentalisht. Smutin mentalisht. Nuk do të bëjë xhami se ke bë keq. Në xhami e ki obligim me Allah. Kur je mas mirë ti, kur I ki punë mas mirë ti, kur je më së afërt me Allah, kur s'ki gjuna fare hiç, do të më anë xhami. Edhe kur ki gjuna, edhe kur s'ki gjuna, xhami e kem obligim në musliman me Allah. E kem obligim me fal, e kem obligim me xheru, gabum nuk gabum. Është gabim fatal me mendu që në xhami do të më shkuvesh kur të bën gabim. Veç ai që ka gabime, kjo është te fe tjera, jo te natë. Ata shkojnë më rrëfy, ja dhonë një 700-800 euro rrëfejnë edhe ti kum falën e tyre. Ke falë çto mundën çto gjaj. Jo se ke falë hiç valla. I fal veç ai që janë nalt. Veç ai që janë nalt I fal, njëri këtu s'ka të fal. E Allah Azza wa Jalla thot wasbir fasbir. Bon sabër o Muhammed me ata të cilët nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Bon sabër me ata të cilët I lutën Zotit në mëngjes edhe në mbrëmje, edhe këtë bëjmë vetëm për hir të Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u. Fasbir li hukmi rabbik. I thot Allah Azza wa Jalla në Kur'an, bon sabër në dispozitat e Zotit. Bon sabër li hukmi rabbik, në dispozitat e Allahut Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ka bërë dispozitat dhe bon sabër. Allahu ka thonë, namazin e keni obligim, du të me falë, me bon sabër. Agjerimin e keni obligim, du të me agjeru. Haxhin e keni obligim, du të me shku në haxhë ata që kanë mundësi. Me besu Allah, me lajket e ti, librat e ti, pejgamberët e ti, ditën e gjykimit, me bon sabër, kadan, kaderin, respektimi ndaj prindve, respektimi ndaj të mëshuarve, mëshira ndaj fëmijëve, sadakaja, gjitha këto lypin sabër durim. Janë dispozitat Zotit. Prandaj sabri është tetë I rëndësishëm fenë e Allahut Azza wa Jalla. Është vepër shumë e rëndësishme e zemrës, që pa ta njeriu vështirë ka me shku në xhenet. Sepse lyp mund dhe sakrificë. Me shku në xhenet duhet me me fal namaz. Për me fal namaz, me bë sabër vëllai, me lën punë. E me lën 100 punë të shtëpia, e 100 punë të firma, me mshël dyqanin, me fal xhumane, lyp mund. Amo paguhet ky mund te Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kundërta Allah Azza wa Jalla ndalon mos durimin, ngutin. I thot Allah Azza wa Jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Wala tasta'jil lahum." Mos u ngut ndaj tyre. Mos u ngut. Thirrim me mënyrë më të mirë, duke bërë sabër, duke bërë durim, me urtësi, me butësi. Mos u bëj vrazh ndaj tyre. La tasta'jil lahum. Mos u ngut. Pastaj thot, "Wala tahinu wala tahzanu." Antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Mos u ngutni, mos u mërzitni, sepse jeni mbi ta me lejen e Zotit xhalla wa ala, nëse jeni besimtarë. Nëse jeni besimtarë. Të dashur vëllezër, Allah Azza wa Jall në ajete të tjera e lidh sabrin me shpëtimin. E lidh sabrin, durimin me shpëtimin, sepse thot ja ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O ju të cilët keni besu, sbiru, bëni sabër, warabitu, edhe përgatitni kundër armikut, qëndroni kundër armikut, qëndroni kundër armikut, warabitu wattaqullah, edhe friksojeni Allahut në qoftë se dëshironi me qenë të shpëtuar. Friksojeni Allahut me sabër, me durim, me devotshmëri, la'allakum tuflihun, në qoftë se dëshironi me qenë të shpëtuar. Pra shpëtimi I Allahut Azza wa Jalla është për ata të cilët janë të devotshëm dhe për ata të cilët janë sabërli dhe bëjnë durim në rrugën e Allahut Azza wa Jalla. Allah Jalla wa Ala ka përgatitur shpërblime të mëdha për ata të cilët bëjnë durim në rrugën drejt Zotit Jalla wa Ala dhe në gjithë sfidat e jetës. Thot Allah Azza wa Jalla inma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab.
sabërlive ju ka përgatit sevape pa llogari, thot Allah azza wa jall. Pa llogari, pa hesab. Dhe ne tham dersën e kaluar, vetëm 2 punë janë ato të cilat shpërblehen pa llogari. Disa ulema folin e fusin edhe të tretën që është falja. Falja ndaj të tjerëve. Është agjërimi Ramazanit dhe sabri. Agjërimin dhe që Allah e din shpërblimin, edhe sabri me që Allah xhallahu ala e din shpërblimin. Me sabër të dashur vëllezër arrihet imamllakun në fe, me qenë njëri që i thret të tjerët në fe. Arrihet imamllakun në fe. Thot Allah xhallahu ala: "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Thot kena bë prej tyre a'imme, prisa në rrugën e drejtë. Yahduna bi amrina, prisa në rrugën e drejtë, i thirrët e tjerët në rrugën e drejtë. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kur u bën të dërushëm, shumë sabërlin këtë rrugë, edhe ishin fort të bindur në argumentet e Zotit xhallahu ala. Për këtë Sheikhul Islam Taymija kur e komenton këtë ajet thot: imamllaku në fe arrihet bi sabri wal yaqin, me sabër edhe me durim edhe me bindje ndaj Zotit. Pra Allah azza wa jalla e bën dikon pres me i thirr të tjerët në rrugën e drejtë për shkak se ka bërë sabër shumë këtë rrugë. Shumë ka bërë sabër për me marrë dije, me ul me mësu te hoxha, me ul me mësu në fakultet, me ul me mësu para ulemave, me qenë modest, edhe i bindur thellë në rrugën e Zotit xhallahu ala. Allah subhanahu wa taala e bën pres për me i thirr të tjerët në rrugën e drejtë. Kjo nuk do të thotë me qenë vetëm hoxh, me qenë i ka poç në kokë edhe një gjybet gatë. Jo. Me qenë njëri i cili me të vërtetë bën sabër në rrugën e Zotit, është fort thellë i bindur në rrugën e Zotit, ky edhe hiç mos me kanë hoxh, ky i thret të tjerë në rrugën e drejtë. Sepse tani si thonte Sheikh Abdul Qadir Al-Muti rahimahullah, tani dhe ke hoxhë zon ato që ka kapuçin e madh dhe gjybën e gatë. Atë që na sti s'ka këto hiç kur gjej. Jo, thë kjo arrihet me bindje, me dije, me ilm. Me ilm, me dije edhe me iman, me fenë e Zotit xhallahu ala. E Allah azza wa jalla po thot nëpërmjet sabrit e arrini, devotshmërinë e arrini ato që e keni bindje thellë në rrugën e Zotit dhe pastaj ju bën prisa që t'i thirrni të tjerët në rrugën e drejtë. Allah azza wa jalla për sabërlit durimtarët ka premtuar rahmet mëshirë nga ana e tij. Mëshirë, sepse thot u bashiri sabirin, për gëzoj durimtarët. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Të cilët kur i godet do një musibet, do një sfrodh thonë, te Allah jemi dhe te ai do të kthehemi. Thot Allah azza wa jalla ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahmah, bitafad der dhe mëshira e Zotit xhallahu ala, rahmeti i tij, bereqeti i tij, wa ulaika humul muhtadun, dhe ta janë të udhëzuarit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po jo vetëm kaq, fitoria ndaj armikut arrihet me sabër. Fitoria ndaj armikut arrihet me sabër dhe me përgatitje, se me çift e linë atë në Beograd, mos e kena pas shku. Ama kur sunë kena po hajre. Kur hiç pa pas bë sabër, mirë. E pastaj me përgatit mirë, s'ke mujt me bë ballë armikut. Allah azza wa jall thot në ajetet të Kur'anit kur muslimanët kanë bë sabër në luftën e Bedrit, Allahu xhalla wa ala ja ka dërguar 5000 melajke si mbështetës ndaj tyre dhe kanë fitu luftën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Dije që fitora vjen me sabër, me durim. Me sabër, me durim dhe me punë. Me sabër, me durim dhe me punë dhe me përgatitje. Jo, domethënë vetëm me laf goje. Pa bë durim në rrugën e Zotit xhallahu ala, pa bë durim në përgatitje ndaj armikut, s'muna me kur fitore ndaj armikut. Prandaj dashur lezë sabri është tetë rëndësishëm, saqë me lajket e Zotit në xhenet i ju japin selam xhenetlive dhe ju thojnë wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab, hyn në xhenet nga çdo derë, selamun aleikum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar, ju thojnë banorëve të xhenetit, selamun aleikum, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi juve, bima sabartum, për shkak se në dynjë keni bërë sabër shumë. Në dynjë keni bërë sabër shumë, keni bërë durim shumë, fa ni'ma 'uqba ad-dar. Sa përfundimi mirë është ky, sa shtëpi e mirë është
Xheneti pra për shkak të sabrit që kanë bërë besimtarët në dynja sa kanë qenë duke i kryer obligimet e Zotit dhe duke u ndalu nga ndalesat e tij. Në sunetin e Resulullah gjithashtu ka shumë hadithe që përmenden për sabrin. Mirë po neve do i tej kalon për shkak të kohës dhe dalmi tek kushtet e sabrit. Cilat janë kushtet për me qenë njeriu sabërli, sepse ajetet të cilat flasin për to i shikuam prej fillimit të dersit. E para dashur vëllezër, kushti i parë është sinqeriteti. El-ikhlas. El-ikhlas, kushti i parë, sharti i parë i sabrit është me qenë sinqert me Zotin xhallahu ve ala. Sepse Allah azza wa jall nuk e pranon sabrin i cili s'ka sinqeritet për Zotin xhalla xhalaluhu, sepse Allah azza wa jall i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Wa li rabbika fasbir." Për hir Zotit ton bën sabër, jo për hir dikujt tjetër. "Wa li rabbika fasbir." Vetëm për Zotin xhalla ve ala. Nëse sabri nuk është për Zotin, nuk shpërblehet, sepse lyp sinqeritet, lyp në rrugë e cila ka sinqeritet në Zotin xhallahu ve ala. Walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Ata të cilët bën sabër duke shpresuar në shpërblimin e Zotit të tyre. Duke shpresuar në shpërblimin e Zotit të tyre. Kjo është pra kushti i parë. Kushti i parë është me qenë i sinqert sabri për Zotin xhallahu ve ala dhe për askën tjetër. Allahu është problem pa llogari dhe pa hesab. Kushti i dytë të dashur vëllezër është mos ankimi ndaj krijesave. Ankimet normale që janë, kur shkon te mjeku i kallëzuar, ku je i smut, problemet që i ki tek ndonjë njeri që është, domethënë, meritor për punë të ndryshme, është normale. Ama problemet që i ke, sprovat që të ka godit, njeriu i parë që ta kanë rrugë krejt detajisht më ia treguar, i dytit, i tretit, i katërtit, kjo nuk është sabër. Kjo nuk është sabër, nuk është durim. Sepse prej kushteve të durimit është mos mi anku krijesave. Mos mi anku krijesave, po vetëm Allahut subhanahu wa taala, sepse është ai i cili e din hallin ton dhe ne duhet ta dim kujt më u ças. Wa ufawwidu amri ila Allah. Pejgamberi të Zotit ka thonë, çështën time ja drejtoj Allahut azza wa jalla. Ja drejtoj Allahu xhallahu ala. Ndërsa kur ka çështje të cilat mund mi kry njerëzit të cilat janë kompetent, atëherë duhet të drejtohet të njerëzit kompetent dhe nuk quhet pastaj ankesë të krijesat. Nëse për shembull dikush ka hyrë në hak dhe ti shkon në xhëx ankohesh, tash mos e merr që hoxha ka thënë mos anko, Allah kërkon se e prish sinqeritetin. Jo, thosh ku më ankon në xhëx. Marr hakun tën. Kjo nuk e prish sinqeritetin e sabrit. Dhe e treta dashur vëllezër, me bë sabër në kohën kur është sabri. Me bë sabër në kohën kur duhet me bë sabër, sepse mas anej nuk bën dobi. Pri kushteve të sabrit është es-sabra fi sadmatil ula. Es-sabru fi sadmatil. Sabri është momentin kur e godet njeriu ndonjë çështje. Çfarë është sabri? Pastaj me kalimin e kohës nuk vlen. Xhenemlit çka thonë? Për lanë me zveti xhenemlit. Ata që i kanë pasu njerëzit e të kotës, ka sa fytën me zveti në xhenem. Do të ne kena pasu me zbiu pa pasu juve, jo s'kish me në xhenem, ata ja kthejmë po na me zot që kena shti me ardh, mas neve, e Allah azza wa jalla tregon tregimin e tyre, pastaj thotë aslahu fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum. Bëni sabër, mos bëni sabër, njëjta për juve, sepse s'është koha që ti me bë sabër. Ka kalu koha sabrit. Është dash me kohë me bë sabër. Ata që shkon në xhami me kohë kanë bë sabër, ata që kanë besuar Allah në dynjë kanë bë sabër, ata që kanë xheru kanë bë sabër, e kanë dhënë zakatin kanë bë sabër, ka shkuar në hax kanë bë sabër. Ju tash kanë xhenem po përlania, s'bën dobi kjo punë. Pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe pa e përmendoj me këtë ngjarje, ka kalu pra një varri që ka qenë një gru duke e çaj dikon që i ka vdek. E ka çaj dikon që i ka vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot ittaqillaha wasbiri. I thot ti Allahut bën sabër. Bën sabër. I thot pejgamberit se ka njoh pejgamberin ai gruaja. Ka thonë se ka godit ty ajo që më ka godit mua. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, pejgamberi Zotit ka thënë më sprovu në dynjë. Krejt mia i kanë dek përpara. Ja dek gruaja e tij, ka dek njerëzit më të afërt të tij, baba, nana, alo si ka pa. Nanën pak babën hiç, ja dek gjyshi, ja dek domethënë njeriu që më shumti në dynjë është i sprovuar është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
E kjo grye ka thonë, s'ka godit ty ajo që më ka godit mu. Kur e ka marrë vesh që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka shkuar te shtëpia e ka trogit dy derë. Ka thonë, falo i dërgumi Allah se kom ditë që je ti. Pejgamberi ka thonë, innama sabru inda sadmatil ula. Ka thonë, sabri është momentet e para, unë s'është me më kërku falje mu, tash është vonë, ti është dash me bëh sabër se të gërtash, ittaqillah wasbiri. Do t'ju Zotit bën sabër që tash është momenti me bëh sabër. Se masaneti sa dush të rritë këtë më derë dhe më fal, se kjo ka me kalu koha që ti kemi bëh sabër li prej Zotit. Ama nuk është koha, sepse prej kushteve të sabrit është sinqeriteti, është mos ankesa, edhe me bëh sabër kur është momenti i dur, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bëj prej tyre, duke lutur Allahun xhalla wa ala që ta përmirësoj në veten tonë këtë vepër të rëndësishme të zemrës. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.